Nderuar Ministër i Punëve të Brendshme Zoti Xhelal Shpeshla, të nderuar drejtues të agjencive të NPB-s, të institucioneve të sigurisë, të nderuar mësimdhënës dhe nxënës të dashur nga shkolla Shkëndija në Hajvali, të nderuar të pranishëm. Fillimisht lejoni t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në hapjen e këtyre aktiviteteve. Prezenca juaj e pasuron dhe jep rëndësi më të madhe këtij organizimi. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që sot së bashku e hapim javën e Agjencisë së Menaxhimit Emergjent. Një ngjarje që na kujton misionin tonë jetik, mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit të qytetarëve tonë. Agjencia e Menaxhimit Emergjent në bazë të legjislacionit në fuqi e ka mision udhëheqjen dhe koordinimin e përpjekjeve shtetërore në parandalim, gatishmëri, reagim dhe rimëkëmbje në rast të emergjencave të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi tjera. Ne po e fillojmë javën e AME-s me një numër të madh të aktiviteteve, të cilat do të prekin një masë të madhe të qytetarëve në të gjithë vendin. Qëllimi ynë është të ndikojmë në vetëdijsim dhe ndërgjegjësim, që të jemi afër qytetarëve, të promovojmë rolin dhe rëndësinë e agjencisë, të njësive profesionale zjarfikjes dhe shpëtimit, të qendrave operative emergjente 112, strukturat të mbrojtjes shpëtimit dhe ndihmës, si dhe masat që duhet të ndërmerren në rast të fatkeqësive, e veçanërisht të fokusohemi në parandalimin e tyre. Zyrtarët e agjencisë dhe njësitë profesionale zjarfikjes dhe shpëtimit do zhvillojnë aktivitete të rëndësishme në të gjithë vendin, duke përfshirë edukimin e nxënësve në përshkolla, rëndësinë e komunikimit emergjent 112, vlerësimin dhe zvogëlimin e rrezikut, planet e reagimit emergjent, inspektimet në objektet me rëndësi të veçantë, ekspozimin e pajisjeve për shuarjen e zjarreve dhe përdorimin e tyre, zbatimin e programit shtetëror të ushtrimeve dhe gatishmërisë kombëtare dhe bashkëpunimin me shoqatat vullnetare. Pjesë e aktiviteteve të sotme është vizita në AME dhe në qendrën operative emergjente 112 në Prishtinë, si dhe ekspozimi i pajisjeve të zjarfikjes, të ekipit kërkim shpëtimit në ujëra sipërfaqësore, të ekipit të barrierave, të ekipit për pompim me kapacitet të lartë dhe ekipit për shuarjen e zjarreve malore nga toka, që mëson njoftimin më përsafermi të nxënësve dhe mysafirëve për rolin e AME-s, qendrës operative dhe punën e njësisë të zjarfikjes dhe shpëtimit. Gjithashtu, sot e kemi organizuar edhe dhurimin vullnetar të gjakut, ku një numër i madh i zjarfikësve dhe nga stafi i AME-s kanë shprehur dëshirë që të kontribuojnë në këtë aktivitet humanitar. Sot nuk është vetëm një hapje javore e aktiviteteve, por është një moment për të reflektuar dhe për të ripërtrirë zotimin tonë, për të shërbyer qytetarëve tanë me përkushtim, ndershmëri dhe efikasitet. Të krijojmë lidhjen e duhur me qytetarë, të rrisim koordinimin ndërinstitucional, që të jemi më të përgatitur për të mbrojtur jetën dhe pasurinë e tyre. I nderuar Ministër Zoti Xhelal Shpeshla, në emër të timin dhe në emër të agjencisë, ju falenderoj për përkrahjen e vazhdueshme për forcimin dhe reformimin e Agjencisë së Menaxhimit Emergjent. Gjithashtu, ju falenderoj zëvendës drejtor, gjithë stafin e AME-s, njësitë profesionale zjarfikjes dhe shpëtimit, qendrat operative 112 për mbështetjen dhe realizimin e këtyre aktiviteteve. Në fund, gjithashtu i falenderoj dhe nxënësit dhe mësimdhënësit nga shkolla Shkëndija që kanë ardhur dhe kanë zbukuruar ambientin tonë këtu sot. Në fund, falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje, uroj që ta keni shëndetin ju dhe familjet e juaja. E ardhmja na kërkon të jemi më të përgatitur dhe më të fortë. Ju faleminderit. Teksa sot shënojmë ditën ndërkombëtare të tokës, po e fillojmë javën e AME-s, një prej agjencive kruciale në Republikën tonë, zyrtarët e së cilës 24 orë janë mbrojtje të ambientit, pasurive tona natyrore, jetës dhe pronës së qytetarëve. Java e Agjencisë së Menaxhimit Emergjentave, e cila po organizohet për herë të parë që nga themelimi i saj,
ka për qëllim njoftimin e qytetarëve tonë mbi mandatin dhe kapacitetet e saj, por edhe të përcjell mesazhe vetëdijsuese tek ta. Me sfidat që çdo vit po sjell ngrohja globale, fokusi përbashkët mbetet fuqizimi i kapaciteteve të AME-s për menaxhim të suksesshëm të çdo situate. Në këtë drejtim, ritheksoj gatishmërinë tonë të plotë për mbështetje në çdo kohë dhe në çdo formë. Vlerësoj shumë aktivitetet e kësaj jave që kanë në fokus komunikimin me qytetarë, sepse ata mbeten komponenta kyçe që ju të ballafaqoni me sa më pak rreziqe të shkaktuara nga faktori njeri, veçanërisht tani kur hym në periudhën e temperaturave të larta dhe zjarret mbesin sfidë reale dhe përditshme. Edukimi i masës në parandalimin, por edhe në reagimin ndaj fatkeqësive natyrore, por edhe të atyre të shkaktuara nga faktori njeri, është i domosdoshëm. Jo vetëm për të njohur punën dhe rreziqet tuaja në detyrë, por edhe në ruajtjen e përbashkët të aseteve. Sa i përket Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave, si qeveri dhe si Ministri i Punëve të Brendshme, tash ushtrues detyre, jam angazhuar në reformimin e thellë dhe në fuqizimin e mëtejnë të saj. Me shtetet aleate të Republikës Kosovës kemi nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim të ndërsjellë në menaxhimin e fatkeqësive natyrore dhe në sajtësa të kësaj marrëveshje, një delegacion i prirë nga drejtori Metaj ishte pjesë e trajnimit të përbashkët me forcat e Republikës së Shqipërisë për reagim në raste të vërshimeve. Ky format i bashkëpunimit do të kontribuojë në shkëmbimin e njohurive dhe përvojave më të mira mes ekipeve të emergjencave të shteteve përkatëse. Në anën tjetër, muajin e kaluar, 51 pjesëtar të zjarfikjes dhe shpëtimit janë bashkuar agjencisë si vlerë dhe mbështetje e shtuar e ekipeve aktuale që shërbejnë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Po ashtu, buz liçenit të Ujmanit, kemi krijuar infrastrukturën për njësinë e kërkim shpëtimit të Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave, që do të shërbejë AME-s, Policisë Kosovës, shoqatave profesionale të kërkim shpëtimit dhe pse jo edhe për trajnimin e të rinjve tonë të cilët janë të interesuar në këtë sferë. Bashkë me drejtorin Metaj dhe ekipet profesionale po punojmë pashtu edhe në avancimin e dokumenteve strategjike që do të kontribuojnë në zgjerimin dhe forcimin e kapaciteteve si dhe në mirë funksionimin e agjencisë. Të nderuar pjesëtarë të AME-s, ju falenderoj për organizimin e një ngjarje të rëndësishme siç është kjo e javës Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave dhe natyrisht falenderim për punën me përkushtim që e bëni për çdo ditë të javës, e vitit, e të dekadave në të mirë të popullit tonë dhe gjithë shoqërisë si dhe shtetit apo Republikës Kosovës. Jo vetëm për gjatë kësaj jave, por në vazhdimsi do të jemi në dispozicionin tuaj që bashkërisht të ngrisim AME-n, shërbimet për qytetarët dhe mbrojtjen e vendit tonë. Punimet e mbara e faleminderit.